Përshëndetje gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozonë në Vision Plus. Në emisionin e sotëm do të flasim për disa ndryshime që do të ndodhin në taksat dhe tarifat vendore të kryeqytetit dhe që do të hyjnë në fuqi nga muaji korrik i këtij viti. Në fakt, një nga ndryshimet kryesore ka të bëjë me të gjitha ato objekte apo apartamente që jepen me qira ditore për qëllime, po themi, turistike, të cilat aktualisht paguajnë taksa si çdo familje tjetër që ka një banesë për strehim, por nga muaji korrik me ndryshimet që do të hyjnë në fuqi do të paguajnë taksa dhe tarifa vendore si biznes. Dhe për ta ilustruar pak më konkretisht, një biznes paguan tarif pastrimi, pra nga muaji korrik do të paguajë një tarif pastrimi, e cila në fakt është e diferencuar në varësi të xhiros. Supozojmë se nga muaji korrik një apartament i cili do të jepet me qira ditore, nëse do të ketë një xhiro vjetore nga 0 deri në 2 milion lek në vit, ai do të paguajë një tarif pastrimi prej 5.750 lekësh për një xhiro që do të jetë nga 2 deri në 8 milion 11.500 dhe për mbi 8 milion lek xhiro në vit do të paguajë 34.500. Por paralelisht, kjo nuk është vetëm taksa e vetme që do të paguajnë të gjitha ato objekte që jepen me qira ditore, ato do të paguajnë dhe taksën e infrastrukturës arsimore, e cila është viti i fundit që do të aplikohet për këtë vit në kryeqytet. Por a do të kemi një shtyrje të kësaj takse në vitin 2026? Do t'i analizojmë ndryshimet me zyrtar të Bashkisë së Kryeqytetit, ndërkohë që paralelisht në emisionin e sotëm do të vijmë të flasim edhe për dinamikat në tregun e punës që vazhdojnë të jenë në një presion të fortë për rritjen e pagave. Në fillim të këtij viti, Instituti Statistikave evidentoi se paga mesatare bruto në rang vendi në këtë tremujor të parë 2025 arriti në 82.000 lek, një tendencë e lehtë rënje në raport me tremujorin e fundit të 2024, por që lidhet më së shumti edhe me shpërblimet që jepen në fundin e vitit nga punonjësit, pra për punonjësit. Por kush vazhdojnë të jenë profesionet apo sektorët të cilët kanë pagat më dinjitoze dhe ato që kanë pagat më të ulta? Në krye të listës vazhdon të jetë bujqësia si më pak e paguar apo me paga më pak dinjitoze, është industria, është dhe tregtia dhe shërbimet, ndërkohë që tre sektorët me pagat më të mira vazhdojnë të jenë aktivitetet financiare dhe sigurimet, informacioni dhe komunikacioni, si dhe pasuritë e patundshme. Por ndërkohë që të dhënat flasin për një rritje të pagës mesatare në rang vendi, profesionet që kërkojnë bizneset, kush janë profesionet kryesore që kërkojnë bizneset, sipas të dhënave zyrtare nga portali shtetëror i punës, bizneset që kërkojnë punonjës që i përkasin arsimit të ulët, kryesisht janë ata me punonjës pastrimi, ndihmës guzhinier, kamarier, punëtor krau apo sistemues malli. Ndërkohë që arsimi mesëm kërkon më së shumti kamarier, banakier, guzhinier, shofer apo edhe marangoz, ndërkohë që bizneset kërkojnë ekonomist me arsim të lartë, pra menaxher, specialist komunikimi, inxhinier mekanik apo inxhinier civil. Këto janë dhe 5 profesionet, po themi, më të kërkuara nga ana e biznesit për sa i përket edhe nivelit arsimor në vend. Ne në fakt do të analizojmë dinamikat e tregut të punës, por edhe ndryshimet në disa taksa dhe tarifat vendore të kryeqytetit, siç e thash për edhe në hyrje, me një panel interesant të ftuarish, ndaj ju ftoj të na ndiqni. Në këtë pjesë të parë të emisionit, ne do të japim më shumë informacion lidhur me ndryshimet që pritet të pësojnë disa taksa dhe tarifa vendore të Bashkisë së Kryeqytetit, të cilat pritet të miratohen edhe në Këshillin Bashkiak dhe që do të hyjnë në fuqi në këtë 6 mujor të dytë të vitit 2025. Por cilat janë këto ndryshime, kush preket, kush përfiton, çfarë rritet dhe çfarë nga taksat vendore dhe tarifat vendore ulet, do të diskutojmë në këtë pjesë të parë të emisionit me të ftuarën time, që është nënkryetaria e Bashkisë së Kryeqytetit, zonja Jonida Halili. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozonë. Jonida, një paket fiskale, mund të themi ne, në mes të vitit 2025, ku do ndryshojnë për disa taksa dhe tarifa dhe do preken kryesisht biznese. A mund të themi në mënyrë pak të përmbledhur kush janë kategoritë përfituese të kësaj pakete fiskale? Nuk është tipikisht një paket fiskale, në fakt janë disa ndryshime në paketën aktuale fiskale që është në fuqi, disa ndryshime të cilat vinë si rezultat
i disa kërkesave që sjell ligji, ndryshime ligjore në kuadrin ligjor në përgjithësi, apo rregullime që kanë lidhje me tarifa për institucionet që aplikojnë nga institucionet e Bashkisë së Tiranës. Janë në fakt disa kërkesa të mbledhura në një kohë të caktuar nga institucione brenda dhe jashtë Bashkisë së Tiranës, nuk kanë mundur të kalojnë në Këshillin Bashkiak më herët për shkak se kemi qenë në periudhën zgjedhore dhe tani më po i paraqesim në Këshill për miratim. Nuk ka një prekje në mas të gjerë të shumë bizneseve apo kategorive, janë trajtuar disa lehtësira që kanë ardhur propozim pranë Bashkisë së Tiranës, disa saktësime në përkufizimet në ndryshimet që janë bërë në përkufizimet në ligjet dhe në kuadrin ligjor qendror, të cilat po reflektohen edhe në paketën fiskale të Bashkisë së Tiranës. Mund të themi shkurtimisht kategoritë që preken, kush janë këto biznese që do të preken nga këto ndryshime ligjore? Së pari kemi një ndryshim që ka lidhje me njoftimin e subjekteve, tani më Bashkia e Tiranës përdor dhe platformën unike qeveritare e-Albania për të bërë njoftimin e subjekteve në lidhje me detyrimet e tyre apo për të marrë edhe vërtetime të pagesës së detyrimeve. Kemi bërë disa saktësime në këtë drejtim se çfarë do të quhet njoftimi. Kemi disa lehtësira për dy kategori, për bizneset e reja të krijuara nga nëna me më shumë se sa 3 fëmijë dhe për shoqatat e pensionistëve apo të personave me aftësi të kufizuara, të cilat kanë ardhur si propozim nga disa gra, antarë të Këshillit Bashkiak, apo dhe nga subjektet e pensionistëve dhe ne i kemi marrë në trajtim për t'i miratuar. Gjithashtu kemi një rregullim në lidhje me taksën e ndikimit në infrastrukturë që i përket objekteve që kanë qëllim publik. Nuk kemi trajtuar disa kërkesa që kanë ardhur nga institucione të ndryshme të cilat ndërtojnë për qëllime publike dhe nuk e shohim më të arsyeshme që një institucion shtetëror të paguaj pranë Bashkisë Tiranës, janë para që qarkullojnë brenda buxhetit të shtetit, kështu që po bëjmë këtë përjashtim. Jonida, tham që kategoritë që preken janë shoqatat e pensionistëve dhe familjet, që kryefamiljare janë nënat me 3 apo më shumë fëmijë. Në fakt, këto dy kategori do të përjashtohen nga taksa ose do të paguajnë 50% taksën e pastrimit, në mos gaboj, dhe të taksës infrastrukturës arsimore. Në fakt, çfarë impakti ka në buxhetet e këtyre dy kategorive, një përgjysmimi këtyre dy detyrimeve? Çfarë ndihme ju vjen? Po, një nën me më shumë se 3 fëmijë, e cila ka marrë iniciativën të hapi një biznes të ri, do të ketë mundësinë tani të paguajë vetëm gjysmën e detyrimeve Karshi Bashkisë së Tiranës. Duhet të jemi pak të qartë, këto janë detyrime që i paguhen vetëm Bashkisë së Tiranës, janë tarifa, pra janë në diskrecionin e bashkisë. Jemi pak më të kufizuar në ofrimin e lehtësirave fiskale kur vjen puna tek taksat, të cilat miratohen me ligj dhe kategoritë e përjashtuara apo të lehtësuara parashikohen nga ligji. Kur vjen puna tek ato që vendosen nga Bashkia e Tiranës, mund të jemi të lirshëm. Ky është propozimi që na ka ardhur nga antarët e Këshillit Bashkiak gra. Unë mendoj që në buxhetin e tyre iniciues të një biznesi do të jetë një ndikim, do të jetë një fillim i mirë për t'i lehtësuar disi. Ka ndonjë shifër, domethënë keni një pritshmëri se sa mund të jetë numri i përfituesve nga këto dy lehtësira që do t'i ofroni këtyre dy kategorive? Aktualisht nuk kam një numër të saktë, në fakt sepse kjo do të varet nga sa iniciativa të tilla do të ketë për hapjen e bizneseve. Nga shoqatat e pensionistëve janë disa shoqata të cilat operojnë në Tiranë, edhe nga personat me aftësi të kufizuar, në mos gabon janë 10-15 shoqata të cilat kanë kërkuar që t'ju rishikohen detyrimet ndaj administratës tatimore vendore. Këto ndryshimet ligjore, zonja Iliri, duke sikur janë pak shumë të kufizuara, nuk mund të ishte bashkia pak më gjithëpërfshirëse në një lehtësim pse jo të barrës taksave për bizneset apo këto shtetë për individit? Këto janë kategori të veçanta që vinë në bazë të propozimeve të veçanta. Pra ne du të kemi një indicie diku që të nisim një lehtësi fiskale apo edhe përjashtim. Por këto nuk janë të vetmet në fakt që janë në fuqi. Për çdo taksë dhe tarif ka parashikime në paketën fiskale për kategoritë që përjashtohen. Pra ne tani më kemi të përjashtuar kategoritë e marginalizuara, që janë personat që paguajnë, që marrin ndihmë ekonomike, persona me aftësi të kufizuar,
pensionist kryefamiljar, nëna kryefamiljare të vetme, pra këto janë trajtuar tashmë në paketën fiskale, këto janë kategori që i shtohen këtyre kategorive që më përpara janë përjashtuar apo lehtësuar. Për shembull, në vendimin e fundit të paketës fiskale, ne kemi ulur detyrimet në po të njëjtën mas me 50% për tarifën e pastrimit dhe për taksën e përkohshme të infrastrukturës arsimore, për kategorinë e bizneseve të hapura nga personat rom dhe egjiptian. Kështu që këto janë që vazhdojnë të shtohen në bazë të kërkesave, propozimeve që ne kemi, të cilat i kemi marrë për hir të së vërtetës të gjitha në konsiderat, por i shtohen një kategorie që më përpara është trajtuar në parim si kategori që duhet përjashtuar apo duhet lehtësuar nga. Ka një kosto kjo paket, po e quaj unë në një farë mënyre, ose këto ndryshime ligjore për buxhetin e Bashkisë Tiranë? Padyshim që ka një kosto, në rastet të tilla, si ky rast që po trajtojmë, nuk do të kenë një kosto të konsiderueshme, me përjashtim të taksës së ndikimit në infrastrukturë që nuk do të paguhet më nga autoritetet apo subjektet që do ndërtojnë për qëllime publike. Ajo nuk kemi aktualisht një shifër, përsa kohë që do të varet nga aplikimet, që do të kemi gjatë vitit nga kjo kategori hy në fuqi nga tani deri në fund të vitit dhe është pak e vështirë që të parashikohet, bëhen ajustimet afër fundit të vitit në varësi të realizimit. Okej, zonja Lili, një nga ndryshimet ligjore është që ka dhe ngjallet edhe një çik më shumë interes është pagesa e tarifave dhe taksave vendore për të gjitha ato apartamente apo objekte të cilat jepen me qira ditore në Airbnb apo në Booking. A mund të na thoni konkretisht çfarë do ndryshoj për objekte të tilla për të qenë pak korrekt dhe informues për gjitha ata që posedojnë apartamente apo objekte të tilla? Po, kjo kategori ka hyrë tani më në ato që ne i quajmë struktura akomoduese, në bazë të ndryshimeve në legjislacionin qendror, në ligj dhe në udhëzimet e Ministrisë Përgjegjëse për Turizmin, janë kategorizuar tani si një strukturë akomoduese së bashku me hostelet, hostelet dhe të tjera lloje akomodimi që kanë pasqenë të parashikuara në ligj. Ajo që po bëjmë me paketën fiskale, po i vendosim në këto kategori që quhen të reja, le të themi, në listën e subjekteve që duhet të paguajnë taksat dhe tarifat vendore. Dhe konkretisht këto subjekt do të jenë subjekt i taksës së hotelit, ajo që ne e quajmë taksë hoteli, por në fakt është taksa e qytetit, city tax që paguhet normalisht në të gjithë botën. Në çdo hotel. Do të jenë dhe subjekt siç janë sot si apartamente, do të jenë tani më subjekt si kategori biznesi për ato të cilat janë të pajisura me NIPT. Po. Vetëm ato objekte që janë të pajisura me NIPT, që teorikisht duhet jenë të gjitha, se para që kosa ky është një aktivitet tregtar. Një ditë do shkojmë në këtë pikë dhe këto janë duke u identifikuar në të gjitha kuptimet edhe nga administrata tatimore qendrore, edhe nga çdo subjekt që ka një lidhje me subjekte tregtare. Kur të shkojmë në këtë pikë, patjetër që të gjitha do të jenë. Ne në fakt e kemi edhe në formën e një tabele pra tarifën e pastrimit që do të detyrohet të paguajnë regjia, që do të detyrohen të paguajnë objekte të tilla, pra pronarët e objekteve të tilla. Tarifa e pastrimit është e diferencuar në varësi edhe të xhirës vjetore. Pra kjo do të jetë një objekt që do të jepet me qira ditore, do të paguajë edhe një tarifë vjetore për pastrimin që është në këto nivele. Pra kush ka përfituar 0 deri në 2 milion, kush bën xhiro 0 nga 2 milion lek, do të paguaj 5.750 lek në vit, apo jo? Në terma praktik, mendoj që nuk do të ketë asnjë ndryshim në ngarkesën e tyre fiskale, sepse përgjithsisht janë në kategorinë e parë, 0 deri në 2 milion lek në vit, për cilat tarifa e pastrimit është e njëjtë me tarifën e pastrimit për familjarët, është me të njëjtën vlerë. Kështu që mendoj që në terma praktik nuk do të ketë ndonjë ndryshim. Përveç tarifës së pastrimit do të paguajnë edhe tarifën e infrastrukturës arsimore, taksën e përkohshme? Arsimore, pra të gjitha ato subjekte të cilat hyjnë në këtë kategori dhe janë të pajisura me një NIPT, do të jenë padyshim si çdo subjekt i pajisur me një NIPT, do të jenë subjektit i tarifave vendore. Dakor, ju keni thënë që për objektet që jepen me qira ditore në platformat online, po të gjitha ato apartamente që jepen me qira jo ditore, por pse jo dhe afatgjat, a duhet jenë subjekt i këtyre detyrimeve?
Në rast se janë të identifikuara me një numër, me ato që ne quajmë NIP, po që janë të regjistruara. E identifikimit të personit të tatueshëm, patjetër që do të jenë subjekt i mbledhjes të tarifave. Në rast të kundërt do të jenë subjektet vetëm të taksës së qytetit, taksës së hotelit. Në rast identifikimi dhe duhet të jetë pak edhe në vullnetin e tyre që ta mbledhin këtë tarif që në fakt nuk është një kërkesë fiskale për ata që i përdorin apartamentet për këtë qëllim, por është një pagesë simbolike që çdo turist që vjen në qytet duhet ta japi si kontribut për shërbimet që merr gjatë ditëve të qëndrimit, kështu që shpresojmë që të fillojë kjo kultura. Mos gaboj 1.5 apo 2 euro, 2000, sa kemi ne? Po, është maksimalisht është 1.2 euro. Tamam tani që është euro, është vetëm për hotelit që janë me 5 yje është 400 lek apo 4 euro. E kuptoj. Kur hynë në fuqi këto ndryshime, zonja Lili? Kur ndryshimet janë depozituar aktualisht pranë Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak ka detyrimin ligjor që në raste të tilla të vendimeve si paketa fiskale apo ndryshimet në buxhet specifike, të rasteve specifike të bëj konsultim publik. Aktualisht është shpallur për konsultim publik nga ana e Këshillit Bashkiak dhe besoj që në mbledhjen e radhës muajin tjetër do të miratohet dhe do të hyjë në fuqi. Pra që do të thotë në mesin e këtij viti, në muajin korrik, maksimumi fillim gushti, këto ndryshime ligjore do të jenë në fuqi. Keni një pritshmëri të këtyre objekteve që do të jepen, do të jenë subjekti pagesave të taksave tarifave vendore? Sikur se e thash, sepse Tirana kryeqyteti ka një bund të madh të objekteve që jepen me qira. Jo vetëm ditore, por edhe afatgjatë. Patjetër, sepse jemi dëshmitar edhe të një rritje të një bumi turistik në qytet, jo vetëm në Tiranë, po edhe në Shqipëri gjatë 2 viteve të fundit. Por, sikur se e thasht, është pak e vështirë identifikimi i këtyre objekteve dhe aktualisht duke qenë se nuk ka filluar tarifimi, do të fillojë nga tani, nuk kemi një identifikim specifik se sa është numri i tyre. Dim që në qytet janë rreth 400 struktura akomoduese në këtë moment, por këtu hyn dhe hotelet dhe hostelet dhe çfarë do nga kjo kategori që është tani më e identifikuar. Po si do t'i identifikoni? Kur të fillojnë të aplikohet tarifa nëpërmjet mënyrave të kontrollit, identifikimit në terren, apo edhe njoftimeve, apo edhe vullnetit të vetë subjekteve për të paguar, do të kemi një parashikim dhe të themi për periudhën e vazhdim se sa mund të jetë ky numër. Me qënë se po flasim për taksa dhe tarifat vendore, zonja Lili, ne kemi edhe një taks që mori emrin takse përkohshme infrastrukturës arsimore, u vendos që në vitin 2016 dhe jemi sot në vitin 2025 dhe çdo familje shqiptare dhe çdo biznes paguan një taks të tillë të përkohshme, vazhdon të quhet takse përkohshme e infrastrukturës arsimore. Tani, kjo taksa më duket sikur u bë e përhershme? Së pari më lejo të shpjegoj pak konceptin. Taksa e përkohshme është një instrument që është miratuar në fakt që në fillim të viteve 2000 në kuadër të autonomisë vendore, kur Tirana u bë pjesë e kartës së autonomisë vendore. Është një instrument i cili i lejon bashkive që në rast të kanë një politikë të veçantë, në rast të duan të bëjnë një ndryshim specifik në një kategori të veçantë apo në një program të veçantë, mund të përdorin këtë instrument. Është përdorur edhe përpara për gjelbërimin, tani më u përdor për një qëllim për arsimin, po. Më të rëndësishëm, do thosha unë personalisht. U vendos që në vitin 2016, është e vërtet, në ato kohë legjislacioni lejonte një afat maksimal prej 7 vjetësh. Aktualisht legjislacioni ka ndryshuar dhe lejon një afat maksimal prej 3 vjetësh. Për fatin e mirë, po edhe jo të mirë, do thosha unë, jemi në vitin e 3, jemi në vitin e fundit. Për fatin e mirë të qytetarëve për cilët do ulet ngarkesa fiskale, por nga ana tjetër duhet të themi që kjo ka qenë një taks tepër e rëndësishme në këto vite. Po sepse ju ka dhënë mundësi për rekonstruksionin e njësër objektesh. Që sot të kemi një ndryshim thelbësor në cilësinë e infrastrukturës arsimore në qytet.
thënë kjo, në fund të vitit 2025 përfundon afati ligjor I taksës së përkohshme të infrastrukturës arsimore. Pikërisht dhe në vitin 2026 nuk do të jetë më kjo. Këtë desha të pyesja. Pra nuk do të propozohet për të shtyrë sërish në fuqi kjo taksë? Nuk do të jetë më. Ligji gjithashtu parashikon që një taksë e përkohshme mund të miratohet vetëm 2 herë dhe e ka plotësuar ciklin. Dhe ne kemi plotësuar qëllimin. Asnjëherë nuk arrihet maksimalisht ajo dhe ka vazhdimisht kërkesa për përmirësim në infrastrukturën arsimore, por mendoj që atë qëllim që kemi vendosur ditën e parë tani më e kemi arritur dhe të I kaluar me këtë taksë. Pra nga 2026 si biznesi, si kategoritë familjare, nuk do paguajnë taksë infrastrukture arsimore, shpresoj mos zvendësohet me ndonjë taksë tjetër, sepse këto janë të ardhura, të cilat do t'i mungojnë buxhetit të Bashkisë Tiranës dhe zakonisht ata që bëjnë kalkulimet e buxhetit përpiqet që t'i zëvendësojnë këto mungesa të ardhurash me ndonjë taksë ose tarif tjetër, shpresoj. Unë prandaj thash për fat të keq se ky buxhet dhe nuk është pak rreth 5 milion euro në vit, do t'i mungoj tani më infrastrukturës arsimore në qytet, jo se nuk do të zvendësohet nga burimet të tjera, të jemi të qartë sepse shërbimi do të vazhdojë, investimet do të vazhdojnë, por këto do të mungojnë. Për momentin nuk ka një politik tjetër për një taksë të përkohshme. Okej. Ju në fakt, zonja Lili e përmendet pak në hyrje të bisedës tonë që një nga format e komunikimit me tatim paguesit e kryeqytetit është edhe njoftimi dhe lajmërimi nëpërmjet platformës qeveritare I Albania. Në fakt jemi dëshmitar që në kohë të ndryshme her pas here ka pasur disa keq kuptime, keq informime apo mos informime në kohë të detyrimeve që kanë tatim paguesit e kryeqytetit, për të cilin është bërë shkak që këto biznese të paguajnë kosto shtesë. Unë këtu në këtë studio kam trajtuar edhe me përfaqësues të bashkisë, të zyrës së tatim taksave, të cilët kanë vetëm një pretendim pra që e kanë bërë ata detyrën e tyre, kanë njoftuar bizneset, por nuk është në fajin e tyre që nuk ka shkuar njoftimi në kohë. Tani as bizneset nuk e kanë faj këtë që s'ka ardhur njoftimi në kohë. Apo as bizneset nuk është faj tyre nëse azhornimet që u bëni me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve nuk bëhen në kohë reale dhe bizneset rezultojnë që si pasojë e një rivlerësimi të xhiros u vinë kosto të shtuara edhe të viteve të mëparshme. Tani, si do funksionoj ky njoftimi dhe a do merret për bazë njoftimi në Albania, a do vazhdoj të njoftoni edhe nëpërmjet postës, nëpërmjet emailit, domethënë si mund të shmangen raste të tilla që mos përsëriten më. Në fakt janë dy gjëra të ndara, njoftimi është një gjë dhe në fakt sot po përdoren të gjitha mënyrat dhe mjetet e komunikimit, edhe komunikimin nëpërmjet postës, edhe komunikimin nëpërmjet postës elektronike, por gjithashtu, sikurse e përmenda edhe më parë, bizneset kanë mundësinë të informohen mbi detyrimet e tyre tatimore dhe të gjenerojnë automatikisht një vërtetim të pagesës së detyrimeve të tyre tatimore vendore në portalin I Albania. Ndërsa për sa I përket rivlerësimit, nuk ka lidhje thjesht dhe vetëm me njoftimin, ka lidhje me konceptin e vetdeklarimit, I cili është një koncept ligjor, është një koncept universal në fakt në të gjithë legjislaturën tatimore ndërkombëtare. Ne kemi të bazuar në vetdeklarim po sistemin. Po, të gjitha subjektet në përputhje me dinamikën që subjekti I tyre ka gjatë një viti të caktuar, e cila detyrimisht ndikon edhe në ngarkesën e tyre tatimore, duhet të vetdeklarohen në mënyrë që të mos shmangin atë detyrim që I kanë shtetit dhe të mos trajtohen në mënyrë preferenciale kundrejt atyre që në fakt tentojnë të bëjnë një biznes të ndershëm dhe shkojnë dhe e ushtrojnë detyrimin e vetdeklarimit dhe e ndjekin këtë në vazhdimsi si një detyrim ligjor. Po, situatat të tilla a mund të shmangen edhe me digitalizimin e këtyre shërbimeve? Pa dyshim që jemi në çfarë fazë është bashkia në këtë projekt? Shumë e drejtë. Ne jemi në një fazë intensive me Akshin për të shkuar dhe do të përdorim sërish portalin I Albania, meqense tani më qytetarët janë shumë të orientuar për të marrë gjitha shërbimet drejt këtij portali. Jemi intensivisht në një komunikim dhe një bashkëpunim me Akshin për të arritur në 100% në shërbime online. Këtë vit
përveç se atyre që përmenda njoftimi dhe gjenerimi i vërtetimit, këtë vit do të ketë njërisi, do të futet edhe subjektet të cilat janë familjar, por që i përdorin asetet e tyre për të ushtuar aktivitet tregtar, do të kenë mundësinë të marrin njoftim në Hilbenia, që më përpara nuk ka qenë vitin e kaluar dhe që nga ky vit ka filluar të ofrohet si shërbim. Do të rrisin çdo vit shërbimet derisa qëllimi im është që të shkojmë 100% online me njoftimin e detyrimeve. Dhe komunikimin me subjekteve me administratë. Dhe kur do arrihet ky objektiv në vitin tjetër apo në 2027? Kemi shumë shpresë do arrihet në vitin tjetër, në fund të vitit tjetër. Okej. Mirë, unë të falenderoj zonja Lili që ndave me mua këto informacione. Falenderoj shumë që na dha mundësinë që t'i shpjegojmë vendimet që marrim. Faleminderit. Faleminderit. Nderuar miq, ne kemi shkëputje publicitare dhe do vijojmë të flasim edhe në pjesën e dytë lidhur me këtë interes të shtuar pra të sektorit të turizmit i cili në fakt po nxit edhe tregun e qeradhënies ditore, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në të gjithë Shqipërinë, si dhe impaktin në tregun e punës së këtij sektori. Vetëm pas pak.